e kanë takimin Trump-Putin. Sepse ata mendojnë që me Trumpin çështja e marrëveshjes pasore me Ukrainës mund të kryhet. Edhe pse mund të them drejtën, Trumpi është personalitet, karakter që gjatë rrugës mund të them që ka ngritje dhe zbritje të dinamikës. Mirë, po kjo është e rëndësishme për evropianët, të cilët mund të them janë jashtë itinerarit. Tash situatën në dorë rreth Ukrainës kanë dy liderët, Trump dhe Putin. E qartë, mirë zoti Blali, për të ndalur tek një tjetër konflikt pra në një tjetër cep globit, ndjekim insert më pas rikthehemi. India dhe Pakistani kanë rënë dakord për një armpushim të plotë dhe të menjëhershëm. Pauza filloi në orën 17 sipas orës lokale. India po i përmbahet marrëveshjes, por ushtria e saj mbetet vigjilente dhe e përgatitur për të nisur atë që është nevojshme për mbrojtjen e kombit ton, thonë zyrtarët. Zëvendës kryeministri i Pakistanit thotë se vendi gjithmonë është përpjekur për paqe dhe siguri në rajon. Armpushimi është rezultati një nate të gjatë bisedimesh të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, tha Donald Trump. Këtë javë India goditi objektiva në Pakistan dhe Kashmirin administruar nga Pakistani në përgjigje të një sulmi vdekjeprurës militant ndaj turistëve indian muajin e kaluar. Të dyja palët akuzuan njëra tjetrën për granatime ndërkufitare dhe sulme me raketa dhe dron, që kur India nisi operacionin e saj ushtarak, India dhe Pakistani pretendojnë të dyja Kashmirin në tërësi. Mirë, zoti Blali, kemi një armpushim pra i cili mund të jetë një hap drejt paqes ose një pauzë taktike pra për në një konflikt pra të përhershëm për Kashmirin. Pyetja ime është se sa real pra është rreziku i rinisjes së luftimeve, duke pasur këtu parasysh pra që ushtria indiane mbetet gjithmonë në gatishmëri të plotë. Nëse që gatishmëria do të jetë edhe nga ana e ushtrisë pakistaneze, mirë po është mirë që është arritur një armpushim. Sa do zot, me që se kjo problem është që nga viti 1947, ndarja britanikëve mes asaj që njihet toka pakistaneze muslimane dhe pjesë hinduse. Kashmiri është një problematikë e cila nuk daton vetëm nga viti 1947. Pa hir në aspektin historik, mendoj që kjo paqe arritur është një shej që mund të them të arrihet një lloj stabiliteti për një kohë të caktuar, sepse 220.000 kilometër katror të Kashmirit, që diku 60%, 55-60% kontrollohet nga India, që është do thotë gjumi Kashmir, pastaj është Baltistan Kashmir që udhëheqet nga diku 15 milion jetojnë këtë pjesë. Është një pjesë 30 kilometrëshe që kontrollohet nga kinezët. Dhe është Asad Kashmir, që është një provincë të kuadrët të Shtetit Pakistanit. Do të thotë 84 kilometra katror që udhëheqet nga Pakistani, është vija frontit ku çdo herë kemi, mund të them, situata dhe konflikte dhe mund të them thyrje, qoftë edhe të armpushimit, sepse është një problematikë me decenja, mund të them 80 vjeçare, 8 dekada. Dhe çka është jashtëzakonisht interesante që në aspektin e luftimeve dhe mund të them asaj që kanë goditur të dyja palët, thonë drejtën në rasti terrorist në qytetin e Gjumi Kashmirit, është rast që ka përdyshime të shumta se kush ka mund ta bëj. India akuzon Pakistanin si çdo herë. Por mendoj që kemi pasur një, mund të them, nivel të tillë të luftimeve ku teknologjia kineze edhe turke, koralli turk, sistemi elektronik, dhe jot dhe ceshi dhe ashtu quajti koproduksion pakistanezo-kinez, ka qenë shumë efikas dhe mund të them të drejtën 3 rafalla francez janë dorëzuar ta quaj kështu para teknologjisë kineze ose edhe turke mund të theme. Dhe në këtë drejtim mendoj që ka qenë një test
për të dyja shtetet që janë forca atomare. 165 koka bërthamore ka Pakistani, ndërsa 160 India. Mirë po dometi i raketave të Indis e kalon dikon 5.000 km/h. Pakistanezët kanë 3.000-3.500. Por, pa hyrë në fjalorin militarist, mendoj që ka qenë një test që kinezët kanë qenë ata të cilët kanë, mund të them, objektivin din dhe përmes Pakistanit kanë arritur që të kenë suksese. Por, paqen në fund më duket që kanë arritur Amerikanët. Amerikanët janë ata që kanë, mund të them, një aleancë dhe një kooperim me Indin, edhe pse sistemi i armatës indiane ka sistemin edhe S-400 rus, ka një raport e mirë, pastaj me Izraelin, dërsa Pakistani ka atë linjen Kinë, Turqi dhe Indonezi, Malezi dhe një numër i shteteve. Ka qenë pak a shumë një lloj koalicioni, mund të them, i shteteve muslimane ndaj Indisë hinduse. Mirë po, edhe dronët të Izraelit nuk janë treguar efikas, sepse kanë qenë të, mund të them, të blinduar apo të verbuar nga koralli turk. Dhe tëra kjo tregon aleancat, të cilat krijuan në këtë pjesë të Azis, dhe ka qenë një test edhe i kinezëve, edhe i amerikanëve. Dhe mendoj që amerikanët kanë një bashkëpunim edhe me ISIN, shërbimin pakistanez, dhe mendoj që ai generali pakistanez, shefi forcave të armatosura nga amerikanët, Amir Munir, është vlerësuar qelësi i asaj që mund të evoluoj situata, apo mund të kemi një detan të quaj kështu, sepse pa që në mes Indisë dhe Pakistanit pas zgjedhjeve e Kashmirit, problemit e Kashmirit nuk do ketë. Mendoj që ka qenë, mund të them, në prag rrezik për gjithë botën, që të përdoret ndonjë kokë bërthamore dhe mund të them që do të ishte dekontaminuese për të gjithë globin. Por fati mirë është që kemi një tensionim, por problemi jetë të gjallë. E qartë, mirë zoti Bilali, kemi arritur në fund, falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte nasi, falenderit shumë. Falenderit. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen, bashkëjemi sërish nesër.